10-12 që i takojnë komisionit tonë, është në materialit, ka diskutuar me personat të djeljes, drejtuesit e bashkisë, dhe ka dhënë një vendimarrje propre për këta repika. I propozojmë në Këshillit ta mirafojë repikën 4 repika në vazhdim. E do në jeni fjalë në lidhje me shkruajtjen e vendim? Nuk ka? Po, inxhinier, po inxhinier. Është një atëherë në debatueshme. Po. Për cilët i këndjes në bashkë platë, kolegën që në salë, të ju në shtetusa, prezova materiale në shumë mëndë, osatova që argumentimi Jo, nuk e duam shumë, e duam të
që dalin kushtet për centralitatës. Kjo e keni shumë shumë të këshirë që dhenët i ka marrë jo politike, besoj keni konstatuar. Dhe një tjeta ju konstatuar edhe kur unë isha në parë që shtrova do të shkojnë e vlerësimin të institucionet të kryetarit bashkisë. Ishe në parë që pranova dhe votova provi të sparave të institucionet të bashkisë, sepse i quajtë drejtë. Dhe e dini që nga kërë i në pati kupton që e sa moshë në bimuon, pra ta që kuptojnë, se ta që kuptojnë natërisht në kërë. E tha që të tërgojnë që nuk është nevojë politike, është nevojë të këta, kërë publisot. Dhe gjithë të mëndra që një mëtitur është thjesht për të kënaqur ego dhe lakmit e njerëz të doje, të cilët pretendojnë se ka dhënë botë e urte të mëdha fushat. Ky personel organik nuk pyes çfarë do të 2 muaj të fushatës, kur të presidenti bashkisë, e institucioneve, ku përfshi në fushatën e kore e shirë dhe votat. Ku shëve? Super dhe Vina, marrë dhe refundë në special. Jo, të të them diçka. Tani asnjëherë, në asnjë sot po flisim për të parë, dhe unë e para një që këtë monitorimin e këtyre punojnëve se ka marrë pjesë apo jo, ne nuk kemi asnjë informacion, asnjë institucioni që ka bërë monitorimin. E para. Dhe dyta nga ana e që përfaqësues i opozitës, asnjëherë Salvo na semana maior. Não é que acho que o Maurício Lima, mas é muito
shpenzuese, e cila do të jetë normale e paresave publike. Me qëllim që të mirë menaxhohet, të administrohet, të kenë buxhetin e tyre, ajo do jetë drejtori në dete e pavarur, por gjithmonë në varësi të bashkisë, do të thonë buxheti do mbulohet nga bashkia. Pastaj të ardhmen që ata do siguron, do t'i përdorin për shërbimet që ka nevojë komiteti shtetare. Faleminderit, kush do të janë po Në përgjigje të fjalës kolegut Ilia Fili, do të shkoj në ratë parë në cilësinë e kryetarit të Grupit Social-Demokrat, ne jemi njohur me materialin në të vërtetë është mirësi, është një punë e mrekullueshme e bërë nga personat përkatës në Grupin Punës, të cilët unë i përshëndes, sjell një fuqizim të administratës bashkisë, pse jo dhe rritjen e numrit të punonjësve, gjë që ne si parti më të vogël kemi kërkuar vetë pas vete. Me sa dime, është hapur një portal, është hapur një link prej muajsh që po aplikojnë me qindra bjellë dhe vajza për të vende vakante dhe për pjesën politike që Ilia preku. Ilia e di shumë mirë që bashkit, ashtu si dhe institucionet të tjera, ka një drejtim edhe politik dhe më vjen mirë që kryetari i Partisë Socialiste e ka filluar tashmë reformimin e plot të bashkive për shikojnë me probleme, çka do të thotë edhe në bashkinë e Firit, dhe ne të gjithë si shqiptare duhet ta përkrajmë dhe ta përshëndesim të nisë. Për pjesën e problemit personal në vjen keq për kolegut, por nuk është rasti për ta acceptuar këto probleme. Unë në cilësinë e sekretarit të Komisionit Ekonomisë, shkolla online, por edhe sekretarit të Kërësisë, ju lutem, ju këshilloj ta kalojmë në votim, mos më duket. po faleminderit, kemi një kami përfituar të qartë gjithë shqiptarëve, sepse inxhinieri nuk e ndërprera. Në të mbledhje do të flasë fort jashtë ditës për çështje individuale, që to mund të diskutojmë në fund në diskutimin e ashtu, dhe ju lutem të tërë shqiptarëve të flasin brenda rendit të ditës, pasi çdo fjalë e bërë jashtë rendit të ditës nuk hidhet në procesin e parë. Nuk ka të qartë. Pra të tërë ju të që dhe ne mos të zgjatemi, do të flisni vetëm brenda pikave të rendit të ditës. Dhe jo, mendoj ato të tjera, nuk e ndërprera në inxhinieri, për shumë arsye, para që është i vjetër dhe është një opozitari që ne kemi nevojë të dëgjojmë me opozitën. Por, ju lutem flisni brenda rendit ditës, sepse asnjë gjë që është jashtë rendit ditës nuk pasurohet në procedurarin e mbledhjes së bashkisë. Po, kemi? Po, ne kemi të akordit të rritet në por edhe do të shtoja që me mundës për mendimin tim kam diskutuar dhe aktive, të ishe rritja e nivelit padës. Rritja e nivelit padës, ka komunistët do të averi në punë shumë e mirë. Ne kemi parë punime të vedë me ndërmarrjen e bashkisë, një punon dhe 7 përri në shtetet e Belit, ose që marrën atë Europës, kështu që aty të cërku dhe kolegët tanë për lidhje me Konsilin që të vende të shtate qoka për arshivë të shatës. Ne e ditë, përse si të vende Konsilin, për me të një mund të të avofoja të replikë të smetë, do të fitesh nivelli i padës të punës. Dhe patë për asysh ne e du sa është nivelli i padës të punës. Diskutime të tjera në shkolla. Unë e që pagat
pak veni. Nuk e di kam një diskutime të këtij materiali, sepse komisioni jam vetë, si që ta vetë kryetari i komisionit, ka diskutime pikës 5 të indikës, nuk ka kalim votim, kush shkron, me pikën 5 të indikës, kundra, 3 mirator. Ju thamë që pika 6 të indikës nuk është, se nga konsultimit, pikën 7 të indikës, si prezendi, për një ndryshim. Kryetari e vëllet, Po. pika 6 është, Është pjesë për bërse dash. Jo, do të shkojmë në mosire, mos e dina. E kam do marrojnë me këto një pikat e nditës dhe do shkojnë një pikat e nditës pasi të me akord nga majesi këshim. Ajo e emergjenza është një problem për kështjelësi, dakord? Mosire. I kam këtu dhe do të shkojnë se të të nditës. A do një pikë 7 e nditës për një ndryshim të VPB-s dhe datës 23/12/2024 për njësimin e programit buxhetor AFAT ESI 2025-2027 dhe të buxhetit të bashkisë FIR për vitin 2025 i ndryshuar për efekt të ristrukturimit. Pra, buxheti i bashkisë sipas tipave të ndërimit për shkak të ndryshimit të strukturës, do të thotë ndryshimin që vjen me rrethin. Materiali ka ardhur, kush do të fillimisht nga pajisësi i bashkisë nga fillimisht, pasandaj nga ata e shkrimit kush të shëron është një kryet. Përshëndetje të gjithëve, në zbatim të vendimit për riorganizimin e njësive varëse dhe forcimin e kapaciteteve administrative të bashkisë FIR, është kryer një rishikim në strukturës organizative të shpërndarjes e fondeve buxhetore, me synim të rritjen e eficiencës, standardizimin e shërbimeve dhe përmirësimin e mbulimit të nevojave reale të qytetarëve. Ky proces ka treguar nevojën për një shpërndarje fondesh pasi ka shtim të numrit të punëtorëve në disa sektorë kyç, drejtori dhe ndërmarrje. Ndryshimet janë parashikuar: kalimi i sektorit të higjienës në ndërmarrjen e pastrimit, kalimin e sektorit të badezave në një ndërmarrje në vete dhe fiqet nga ndërmarrja e debërimit dhe i kalon në vete. Kalimi i rojeve nga qendra ekonomike e arsimit dhe nga ndërmarrjet e tjera dhe unifikimi ose bashkimi me drejtorinë e policisë bashkiake. Shtimi i numrit të punojësve në total është 88 punojës, ku përfshihen drejtor të përgjithshëm, pjesa sektori, specialist, staf mbështetës, punonjës të tjerë, që janë të domosdoshëm për mbullimin e detyrave të reja dhe të zgjeruara. Për të realizuar këtë riorganizim, është parashikuar rishpërndarja e fondeve si më poshtë. Kemi paksim plani në total 50.283.660 lekë, e cilat kjo do të reduktohet fondi rezervi bashkisë FIR me vlerën 14.350.000. Kemi kalim të rojeve si shtanë nga qendra ekonomike të arsimit që do t'i bashkohen bashkisë FIR në drejtorinë e policisë. Dhe kemi paksim të fondeve nga qendra ekonomike me 10.282.776 lekë për AGA dhe 1.717.000 për
pikave për përpunimin e produkteve bujqësore, i kanë kërkuar bashkëpunësit si gjëron në disa prona, ku ata mund ndërtonin topika. Një ndër pronat që ne kemi sugjeruar në komunikimet që kemi pasur, ka qenë dhe kjo pronë, ndodhur në kushtet kur dhënia miratimit për kalimin prostit të kësaj prone në administrim të Ministrisë të Bashkuar në Ligjin 54/1 ligjit për veçërinë sekretore, është kompetencë e Këshillit Bashkiak, jemi drejtuar Këshillit për të dhënë miratim. Ka ndonjë marrëdhënie të projektit? Po. Çfarë pika të Ministria? Kemi u projekt, apo projekt Ministria, se çfarë do të Tani do shpjegoj Ministria e ka dhe në plan. Sa është sekretari në këtyre pikave që më përtoj? Ai ka futur në zgjidhje. Ai ka futur Ministria për zgjidhje të bërë këto pika. Ka fond për të bërë këto pika, sepse Ministria në qëse do të marrë dhe marrë, qëse do të marrë vetë. Qëse do të marrë në vjetë shirë, të bërë duhet të vimë. Përse, i duhet Ministrisë se janë 137.000 metra katror, nuk janë 1.000 metra, se se falje shumë e marrë. Qëse ju njëse nga jashtë, është Ministri në shumë në tjetër, po më intereson dhe interesat të bashkisë dhe nuk kemi tjerë, nuk intereson Ministri. Ka në shumë në Ministri. Jo me ndoj që duhet jemi kujdesur në të pikë, sepse në shumë bjetën e vetë të heqin pronat bashkisë për akaloj. Jo Ministrisë, jo këti, jo sportit të andektere, bashkia dhe të bëjë i zerohen të pasurit. Shumë unë do të dojë një përgjigje si aruse bilun dhe patër dhe Ministria e Fjato bjene të shumë. Të japë shpjegimin për këtë rast. Ministria ka kërkuar të pronat të situate të këtij projekti, por ka kërkuar në bazë të ligjit, sepse administrimi pronave që janë në origjinë nga ishte marrë bujqësore i takon Ministrisë të Justisë. Ndërkohë bashkia administron dhe ka në pronësi vetëm tokat bujqësore që janë në origjinë nga ishte kooperativa bujqësore. Duke qenë se administrimi pronave nga ishte marrë bujqësore i takon Ministrisë, duke qenë se dhe ne kemi bërë një propozim që ata mund ta përdorin për interesat e veta, ata na ndritojnë në bazë të ligjit në që e kërkojnë. Duke qenë se bashkia nuk e administron në pronë, sepse referuar ligjit ne administrojmë dhe kemi të drejtë, dhe kemi në pronësi vetëm pronat që janë në origjinë, tokat bujqësore që janë në origjinë nga ishte kooperativa bujqësore. Tokat bujqësore që janë në origjinë nga ishte ndërmarrje bujqësore, drejta e administrimit i takon Ministrisë të Justisë. Në referim të ligjit ata na janë drejtuar dhe na kërkojnë që t'japim miratimin për kalimin e administrimit. Duke kërkojnë se duan ta përdorin vetëm për këtë gjë, por ata e kërkojnë se duan ta përdorin në zbatim të ligjit për interesat e tyre. Atëherë, shtohet pyetja në qoftë se pas ligjit si shton jo ligjin pas intonit dhe dispozit ligjore, për para marrë një qenë që e referohet dispozite konkrete. Pse duhet atëherë Këshilli Bashkiak nëse ata ka pasur marrë mendim? Ne kemi pronë Ne nuk marrim mendime, nëse ligji ka parashikuar që ata janë të drejtën. Nëse atëherë kemi ne të drejtën, atëherë nuk ka shanse me ndosim Ministria, ndosim ne dhe ku vendosim ne, vendosim ne. Nuk kemi nevojë ne të hapim undër Ministria, sa të thotë çfarë do bëjmë. Nëse është kompetencë. Nëse është kompetencë e Ministrisë se takon pas ligjit, s'kem nevojë të bëjmë. Ta shpjegoj në këtë rast. Kjo pronë është pronë me origjinë është pronë e ish komunës Porto, që sot është në administrimin e bashkisë. Por që është bërë ligëtari, ata e kanë futur pjesë të inventarit të tyre, por që referuar ligji nuk do kishte pjesë e inventarit të komunës Porto. Sepse komuna administronin vetëm tokat bujqësore që ishin në origjinë nga ish kooperativa. Për këtë arsye e kërkojmë se nuk e sillni materialin në Këshillit nëse Nëse ka gabime teknike që e shkaluar mundësi bashkisë në pare u së shtonë juve, ata e nuk ka nevojë marrë gabimeve, dhe të vejnë ashtë akreditacion teknike. Ne kemi pjesë të bërë një gabim teknik, edhe një kalohet Ministrisë se s'ka nevojë fare të mbledhje Këshillit. Qoftë se është ne kemi kompetencë për të ndosur shtonë se ne jemi me kompetencë të bëjmë. Atëherë, thotë që ta arsyetive që ato jo nuk janë fare. Kështu që unë mendoj që kjo pikë dhe të tjerës duhet të rishikohet në mënyrë që nëse janë gabime teknike të drejtë Ministriave, në ashtë në qoftë se janë
shpërblim financiare, dhe e pari një është përkrejtim me ndihmë shtetërore financiare të familjes së shtetit Viktorian Foggia, Lajja të Ligor, Vero, Ministria Administrative e Mërgjit, të dërguar nga zjarri datës 13/9/2025. Pasi ky material ka përmones, në bashkëtirë që për llogaritja, pra autorizimin e ekzekutivit të bashkisë tjetër në shkruajmë atyresh tjetër e indivitës, këto i vendim për autorizimin e ekzekutivit të bashkisë tjetër në shkruajmë marrëveshjen e bashkëpunimit për administrimin e përkohshëm të objektit dhe ujit 200 metër kub prostarë ura nga shoqëria rajonale e Ujësisë kanalizineve Fiesha. Tani në lidhje me pikën e të indivitës, bëhet fjalë për një shtëpi të Diego Ligero, të shtetit Viktorian Foggia, materiali mund të thotë është vetë komisioni, është drejtuar, është paritar, ka ministerimin e nuk ka e motiv kushtot me pikë shtesë të indivitës, pikës një, për trajtimin e financiare shqiptare problemote, pro të tërë fundrastami mirator. Kemi pikën 2 për shtesë të indivitës, për autorizimin e ekzekutivit të bashkisë tjetër në shkruajmë marrëveshjen e bashkëpunimit për administrimin e përkohshëm të objektit depo ujit 200 metër kub prostarë ura nga shoqëria rajonale e Ujësisë kanalizineve Fiesha. Në lidhje me këtë projekt vendim, kush mund t'ia përgjigjet? Po. Atëherë, kuadrët e investimeve që ka kryer Bashkia Fier nga viti 24 ka qenë ndërtimi i depos ujit. Por kjo ndërtimi i depos ujit tashmë marrë përfundimin të ndërtimit, bërë proces verbal i kollaudimit, bërë proces verbal i marrjes së poshtë në ndërtim, por nuk ka çapur afatin akoma që të merret përfundimisht në dorëzim. Në kuadër se Ujësia do ta marrë në dorëzim, atëherë dhe të bëjmë një marrëveshje me Ujësinë për të kaluar depot e ujit që ata ta marrin në administrim. Derisa të çojë garancia dhe do ta kalojmë si aset atyre. Kjo është gjitha çështja për tani i investimit në Ka një institut me rëndësi për vendimi, shtesë të indivitës, nuk ka, veri për votim kush është pro, kundra, një miradore. I mbaron të atë Kam si Po. Ma shkas, kërëna pia fëmijës, ka të bëllet që në kishën një raportim për realizimin e buxhetit për kategorinë e dytë, ne në të këshill kemi miratuar investimin i këtë e për vendosin e semaforëve në buxhet. Edhe kam, marrë Është në proces. jemi në fund të muaj financë. Janë 100 milion lekë të debatuar për atë zëllot inxinierë. Dhe- Raporti këtu s'ka njerëz. Dhe nuk shoh, ose të predoni që ka përduar, nuk shoh asë një lëvizje, asë një lëvizje për semafor. Semafor janë kulturë, janë qytet, por dhe proces shqiptari. Inxhinier i të drejtë, por është një procedurë që nuk është një procedurë që do të kalojë me nivelime, me ashtu dhe nuk është një proces të drejtfundit. Edhe është drejtfundit, është në proces të drejtfundit. Do të jo është të vërtetë që është procesi të shkretuar. Ose mos na vinë Po tia të shikoj. Asa vinë më të ditë ato që realizimi dhe si të kapitalu për të